Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Moti merr kthesën drastike, riktheh dimri, ulje e ndjeshme e temperaturave, priten edhe reshje dëbore. Dita e sotme ka nisur me reshje të pakta, por në mbrëmje priten erbeshe kryesisht në veri dhe në qendër. Parashikimi i motit u dha nga meteorologja Tanja Porja, sipas të cilës kjo situatë do të vijojë dhe gjatë natës dhe ditës së nesërme, por të premten dhe të shtunën do të ketë përmirësim të kushteve meteorologjike. Orët në vijim përmirësohet moti, në mesnatë përsëri rebeshe, temperatura do të jenë 6 deri në 22 gradë Celsius. Në rang territori, kthjellimet dhe reshje të pakta, por në mbrëmje rebeshet në veri e në qendër dhe gjatë natës e mëngjesin e nesërm në të gjithë Shqipërinë. E premtja sjell përmirësim të kushteve të motit, vetëm ndonjë reshje të pakët me temperatura 24 deri 25 gradë Celsius. Pas ditës së verës, meteorologja paralajmëron rikthim të dimrit me ulje të theksuara të temperaturave, si edhe reshje dëbore. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.